Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë përditshëm komenti i shkrimit shenjtë. Jemi datën 17 gusht dhe Kishën Ortodokse na nxit lexojmë nga letra e dytë e Apostullit Pavlit drejtuar Korintasve, kapitulli 5, vargu 10 deri në vargun 15. Le ta lexojmë dhe ta komentojmë sipas hetërve, sepse ne të gjithë duhet të dalim para gjyqit të Krishtit, që secili merr shpagimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, në bazë asaj që ka bërë, qoftë në të mirën apo në të keqen. Duke njohur frikën e Zotit, ne bindim njerëzit dhe jemi njohur nga Perëndia, dhe unë shpresoj se edhe në ndërgjegjjen tuaja të jemi njohur, sepse ne nuk mandojmë përsëri veten ndaj jush, por ju japim rastin të krenoheni për ne, që të keni çfarë tu përgjigjeni atyre që krenohen me duke dhe jo me zemër, sepse nëse nuk jemi në vete, jemi për Perëndinë, dhe nëse jemi me mend në kokë, jemi për ju. Sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon, sepse kemi arritur në konkluzionin se nëse një ka vdekur për të gjithë pra kanë vdekur, dhe se ai ka vdekur për gjithë me qëllim që ata të cilët jetojnë të mos jetojnë sot e tutje për veten e tyre, po për atë që vdiq dhe u ringjall për ta. Pra, kjo është pjesa që lexuam sot nga letra e dytë e Apostullit Pavlit drejtuar Korintasve, kapitulli 5, vargu 10 deri në vargun 15. Etrit e kishës, e lexojmë këtë pjesë në lidhje me gjykimin e Krishtit, frikën e shenjtë, pra që gjykimi i Zotit është i drejtë, dashurinë e Krishtit, vdekjen dhe ringjalljen e tij dhe ndryshimin e jetës së besimtarit. Por të vazhdojmë ta lexojmë varg më varg dhe ta komentojmë, sepse ne të gjithë duhet të dalim para gjyqit të Krishtit, që secili merr shpagimin e gjërave që ka bërë me anë të trupit, në bazë asaj që ka bërë, qoftë në të mirë apo në të keqen. Shënjaku i artë thekson seriozitetin e këtyre fjalëve, sepse në këtë gjykim të Zotit, në ardhen e dytë të tij, nuk përjashtohet askush. Apostulli nuk thot vetëm të këqin, por ne të gjithë. Gjykatësi është Krishti, ai që njeh jo vetëm veprat e dukshme, por dhe qëllimet e zemrës. Etrit e lidhin këtë me përgjegjësinë personale. Njeriu nuk mund thotë kështu bëjnë të gjithë, ose më shtyn të tjerët. Secili do të japë llogari për mënyrën se si ai përdori jetën që u dha nga Zoti. Ky gjykim i drejtë i Perëndisë do të bëhet, siç na thotë dhe libri i zbulesës, që nga froni i Perëndisë do të dalë një lum i zjarrt. Dhe në këtë lum të zjarrt do të urdhërohen të gjithë të kalojnë. Pra, edhe të drejtët dhe mëkatarët. Por të drejtët do të kalojnë dhe do dalin më të ndritshëm, kurse mëkatarët do të mbeten në atë lum të zjarrt, që është dashuria e zjarrt e Perëndisë. Prandaj ky varg sot na mëson një pyetje të thjeshtë. A mund ta sillja këtë veprim para Krishtit? Pra, jo vetëm veprat e mëdha, por dhe mënyra se si flasim, se si sillemi në familje, si përdorim parat, telefonin, internetin, kohën, dhe si sillemi me njerëz dhe askush nuk na sheh. Na shikon Perëndia dhe patjetër që Perëndia ka gjykim të drejtë. Frika e gjykimit nuk duhet na çojë në panik, por në pendim dhe përgjegjësi. Kur themi frikë Perëndie, nuk thotë një fobi, por do thotë që Perëndia nuk manipulohet, ashtu siç bëjnë në gjyqet njerëzore, toksore, ku njerëzit edhe manipulojnë avokatët, prokurorët, gjykatësit. Por tek Perëndia nuk ka manipulim. Çdo gjë do gjykohet sipas veprave të secilit, që i ka bërë me shpirt edhe me trup, sepse edhe shpirti duhet gëzohet ose dënohet, por dhe trupi si bashkëpunëtor i shpirtit duhet ose të gëzohet në lumturinë e përjetshme ose të dënohet në mundimin e përjetshëm. Prandaj, këtu na tregohet për ngjalljen e të vdekurve. Pra, do gjykohen gjithë njerëzit, ata që kanë lënë trupat, pra të vdekurit, por që do ringjallen, kurse ata që janë të gjallë në ardhen e dytë të Krishtit do transformohen, dhe të gjithë do dalin me trupat pa vdekshëm, por të gjykuar secili sipas veprave që ka bërë. Jemi në vargun 11, ku na thuhet, duke njohur frikën e Zotit, ne bindim njerëzit dhe jemi njohur nga Perëndia, dhe unë shpresoj se edhe në ndërgjegjjen tuaj jemi të njohur. Këtu frika e Zotit nuk tregon një terror ndaj Perëndisë, duhet ta kemi parasysh të. Në traditën e hetërve është nderimi i thellë ndaj Perëndisë dhe vetëdia se jeta jon ka pasoja të përjetshme, dhe Zoti është i drejtë në gjykimin e tij. Shënjangu i arti e lidh këtë me seriozitetin e misionit apostolik. Pavli nuk predikon për famë, por sepse ai do të japi llogari përpara Perëndisë për shërbesën apostolike që u caktua atij. Prandaj ka një gjykim që ndryshon, ndryshe do gjykohet një klerik, ndryshe një laik, ndryshe një episkop, ndryshe një prit, ndryshe një diakon, ndryshe një murg, ndryshe një
i ri, ndryshe një martuar, ndryshe një rritur, ndryshe një fëmijë. Patjetër që gjykimet nuk janë njësoj. Kujt ju dha shumë, shumë do t'i kërkohet. Jemi njohur nga Perëndia, që do thotë ne na njeh Perëndia. Mund të mashtrojmë njerëzit me pamje, fjalët apo reputacionin, por Perëndia njeh zemrën. Kështu që në gjykimin e drejtë Perëndis do gjykohen dhe motivet. Prandaj, neve duhet i kuptojmë sot këto fjalë, mos ndërtojmë për vete një gjë virtuale, ose të mendojmë se çfarë mendojnë njerëzit për ne. Pyetja bazike dhe ai që duhet na shqetësojë çfarë sheh Perëndia në mua. Patjetër që Perëndia di, por dhe ne e dim. Sepse shpirti i njeriu di të fshetat e njeriu, ashtu si dhe shpirti i Perëndis di të fshetat e Perëndis. Kështu që çështja është, a jemi të vërtet me veten, sepse shpesh ne nuk duam ta pranojmë ashtu siç jemi. Justifikohemi dhe manipulojmë veten, por kjo është në dëmin ton, sepse nëse neve gënjejmë veten dhe të tjerët, kjo nuk na justifikon. Çështja është se përpara Perëndis do dalim ashtu siç jemi, ashtu siç na njeh Zoti, por dhe siç e njohim neve veten. Mund të dukemi shumë fetar përpara njerëzve, por dhe ndaj vetes, por përsërit jemi larg Perëndis në zemër. Po mund të jesh edhe i dobët duke luftuar me mëkatin, e megjithatë të kesh një zemër të sinqertë që kërkon Perëndin. Prandaj gjykimet e Perëndis do të jenë gjykime që do krijojnë çuditë e njerëzit, sepse ndryshe mendojmë neve, ndryshe gjykon Perëndia. Perëndia gjykon ndryshe nga ne njerëzit dhe sheh ndryshe nga ne, dhe do gjykoj edhe motivet, mendimet, fjalët dhe veprimet. Po le të lexojmë edhe për vargun 12 ku na thuhet, sepse ne nuk e rekomandojmë përsëri veten ndaj jush, por ju japim rastin të krenoheni për ne, që të keni çfarë të përgjigjen atyre që krenohen në dukje dhe jo me zemër. Apostulli Pavli kundërshton lavdinë e jashtme që e kishin edhe apostujt e rrem, të cilët vinin në Korint dhe kërkonin dhe t'i mashtronin korintasit, duke përpjekur ta eklipsonin apostollimin e apostullit Pavlit. Pra, në Korint kishte edhe njerëz që marrin vlerën e apostujt me paraqitjen, autoritetin, fjalët, reputacionin. Pavli thotë, rëndësinë nuk ka ajo që duket jashtë, por zemra. Etrit vazhdimisht e përsërisin këtë parim. Perëndia nuk mashtrohet nga fasada fetare. Kjo është jashtëzakonisht aktuale. Edhe sot mund të krenohemi me duken, si dukemi në rrjetet sociale, çfarë performance kemi përpara njerëzve, për shembull, në lidhje me shtëpinë, parat, makinat, profesionin, sa njerëz na admirojnë, sa të mirë dukemi, madje edhe sa fetar dukemi. Por Krishti pyet çfarë ka brenda zemrës. Njeriu nuk mund të ketë më pak nga jashtë dhe shumë nga brenda, dhe e kundërta. Kështu që në ditën e gjyqit Perëndis, e thamë dhe përsërisim, zemra jonë do të zbulojë si një skaner të gjitha ato çfarë ajo ka, dhe në bazë të atyre motive do gjykohen dhe vlerësohen dhe veprat tona. Jemi në vargun 13, sepse nëse nuk jemi në vete, jemi për Perëndin, dhe nëse jemi me mend në kokë, jemi për ju. Pavli po thotë në thelb se gjithçka e bëjmë për Perëndin dhe për shërbimin ndaj njerëzve, jo për veten. Nëse nuk jemi në vete, mund të lidhen me mënyrën të jashtëzakonshme të përjetimit të veprës Perëndis, ndërsa nëse jemi në mend, tregon jetën normale të shërbimit konkret ndaj kishës. Shënjangu i arti e sheh këtë si shenjë dashurisë të apostujt, ai nuk jeton për veten. Një pyetje shumë e rëndësishme mund t'i bëjmë vetes sot. Për kë po jetoj? Për egon time, për lavdinë time, për pasurinë time, për miratimin e tjerëve, apo jetoj për Perëndin dhe për të mirën e tjetrit? Vazhdojmë dhe lexojmë dhe më poshtë, jemi në vargun 14, sepse dashuria e Krishtit na shtrëngon, sepse kemi arritur në konkluzionin se nëse një ka vdekur për të gjithë pra kanë vdekur. Këtu është zemra e gjithë pasazhit që shkruan apostulli Pavli. Apostulli nuk thot vetëm se frika e gjykimit e shtyn, ai thot dashuria e Krishtit na shtrëngon. Etri kuptojnë këtë si fuqi e sakrificës së Krishtit, ku kuptojmë se Krishti vdiq për ne mëkatarët, pra një vdiq për të shpëtuar të gjithë mëkatarët. Dhe zemra e njeriu, nëse është vërtet një zemër njeriu, nuk mund të mbetet e pandijshme ndaj kësaj dashurie fliuse. Na shtrëngon, nuk do të thotë se Krishti na detyron me forcë, por do të thotë se dashuria e tij na kap, na përfshin dhe na ndryshon drejtimin e jetës.
Apostulli Pavli thot një ka vdekur për gjithë, të gjithë pra kanë vdekur. Do me thënë, është në vdekjen e Krishtit. Jeta e vjetër egoiste duhet të vdes. Pra, kur ne bashkohemi me Krishtin, ne bashkohemi me vdekjen e tij dhe me ngjatjen e tij. Dhe kur ne bashkohemi me vdekjen, vdes njeriu i vjetër dhe lind njeriu i ri. Kjo ndodh në misterin e pagëzimit. Prandaj ne duhet të vdesim për egon, për krenarin, për vetpëlqimin, për miratimin e tjerëve. Kjo është shumë konkrete. Nëse Krishti ka dhënë jetën për mua, atëherë nuk mund të them jeta është vetëm e imja. Unë bëj çfarë të dua me atë. Kryqi na mëson, jeta ime nuk është vetëm për mua. Pra, jeta ime është e Krishtit, se ai e ka bler atë me një çmim, me gjakun e tij, me vdekjen e tij vullnetare në kryq. Kjo prek faljen, marrëdhëniet, martesën, familjen, punën, paran, seksualitetin, kohën, mënyrën se si silemi me armikun apo dhe me atë që ka lënduar. Pra, ne nuk mund të jemi vetvetja që e bëj çdo gjë sipas interesit, instinktit, pëlqimit tim. Jo, do ta bëjmë sipas asaj që na mëson dhe na drejton Krishti nëpërmjet kishës. Jemi në vargun 15. Edhe se ai ka vdekur për gjithë me qëllim që ata të cilët jetojnë të mos jetojnë që sot e tutje për veten e tyre, po për atë që vdiq dhe u ringjall për ta. Krishti vdiq dhe u ringjall, prandaj besimtarët duhet jetojnë ndryshe. Sipas etërve, krishterimi nuk është thjesht të besosh disa të vërteta filozofike, është kalimi nga një mënyrë ekzistence në një tjetër. Pra, njeriu vjetër do thotë çfarë dua unë, njeriu i ri pyet çfarë dëshiron Krishti të bëj. Njeriu i ri thotë çfarë është e mirë dhe dashur para Perëndis. Njeriu i vjetër jeton për veten. Njeriu i ri jeton për Krishtin dhe për të tjerët. Prandaj, çfarë na thot gjithë kjo pjesë sot? Mund ta përbledhim me 5 pika. Do t'japim llogari. Jeta ime nuk është pa qëllim dhe veprimet e mia kanë peshë përpara Perëndis dhe do gjykohen në peshorën e Zotit. Perëndia shes zemrën, nuk mjafton imazhi që krijojmë përpara njerëzve, por realiteti i brendshëm që ne kemi. Duhet të vdes egoja. Krishti nuk erdhi vetëm të na bëj pak më të mirë moralisht, ai na thërrit në një jetë të re. Dashuria është forca kryesore, pra nuk jetojmë vetëm nga frika e gjykimit, por sepse kemi kuptuar se Krishti na deshi deri në vdekje kryqi. Jeta krishtere është jetë për Krishtin. Pyetja më e rëndësishme nuk është çfarë mund të marr nga Perëndia, por si mund ta jetoj këtë ditë para atë që vdiq dhe u ringjall për mua. Prandaj, kështu duhet ta shikojmë këtë pjesë të letrës së apostullit Pavlit drejtuar Korintasve dhe mesazhi që e përmbledh të gjithën, nuk do thotë ki frikë se do të gjykohesh, por më thellë, kupto se sa shumë të ka dashur Krishti dhe kjo dashuri le të bëjë që të mos jetosh më për veten tënde. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.